Më lejoni vetëm 10 sekonda që të bëj një thirrje publike që unë nuk jam as anti-djathës, sepse jam në një tavolinë djath, sepse e di shumë mirë që tani do fillojnë po shkon tek kundërshtarët e gjitha me radhë, sepse ky është realiteti politik i joni. Është një realitet politik i cili fatkeqësisht na është trashëguar nga baballarët tanë që po mos t'jesh me ne je kundër nesh. Dhe ky është një problem që duhet zgjidhur në mënyrë të patjetërsueshme. Unë i dëgjova me shumë respekt gjithë parafolqet, siç do t'i dëgjoj edhe ata që do flasin pas me, por unë mendoj se nuk është as media problemi kryesor, as dyqësori është arsimi. Në Japoni ka një shprehje që pedagogu gëzon në respektin e Hirohitos dhe ka rrogën e kryeministrit. Sepse edhe vetë Hirohito që është perandori është stërvitur nga një pedagog. Mua sot që më keni shkruar këtu pedagog, unë më vjen zor që jam pedagog sepse unë kam dështuar në misionin fisnik për të shpëtuar studentët e mi. Jam fajtor sepse ndoshta nuk kam qenë me sistemin, po kam heshtur atëherë kur duhet ulëria, edhe kam ulërit me pak vonesë. Dhe kostot e kësaj ulërimës së vonuar po i paguajmë tani, ku jemi bërë të gjithë me ndaj çantë për tikur. Edhe ata që kanë biznese, edhe ata që kanë familje, edhe ata që kanë një karrierë të ngritur, sepse këtu po flitet për standarde jetese, nuk jetohet vetëm më për standardin e paras. Për të kapur standardin e paras, mjafton të bësh i dill me Edi Ramën apo me një politikan tjetër dhe i morë ato parat e tua, apo do jesh sklav i përjetshëm i vetëdijshëm.